kam djalin 4 vjet dhe nuk fol, deshta me ditë pse. E kam pas të një hoxh, ama s'po m'doket që ka pas efekt, thot. Allah ta rujtë, ta bekofte dhe los Allah që të flas djali yt dhe të jetë shëndosh e mirë, po ashtu edhe fëmijët tanë dhe të gjithë besimtarëve. Kjo çështja e mos foljes edhe dërgimit të hoxha, po e keq kuptoni ju. Ju po mendoni se detyrimisht kur shkon te hoxha një fëmijë që s'është të fol, ka me fol. Nuk është ashtu. E çon ti te hoxha mi fry, një fëmijë nëse ka probleme për shkak të mësyshit, inshallah taala ja nis me fol, me izin të Allahut. Po nuk do me thonë çdo fëmijë që ka probleme me të folur, patjetër kur shkon te hoxha ka me fol. Jo, nuk është ashtu. Ka probleme, mundet me pas probleme shëndetësore, probleme me dëgjimin, probleme psiqike, etj. Një prej shumë problemeve është mësyshje, një prej shumë problemeve. E qënë të hoxha njerë, shikon 3-4 muj, e qënë për zdyti nëse ka nevoj, e qënë për streti, dikur kur të thot hoxha, normal, anën mjekësore nuk e len anash, po edhe qënë të hoxha, edhe e shet që s'është për mësysh, nuk është për të frynën e hoxhës. Hajri inshallah. Dhe më thonë, jo me të fryne, gjdo problemi të folurit fëmijëve, shërohet, jo. Kështu kuptojnë. Dhe më thonë, thjesht kryeni obligimin që kërkon feja, pastaj mbështetuni te Allahu. Kryeni obligimin që duhet me mjeksi, me fe, merrni sebepet, mbështetuni te Zoti edhe çka ka bë Allahu kader, hajri inshallah. Allahu e përmirësoft djalin tonë. Amin.